Sot kam kënaqësinë dhe nderin se në cilësinë e kryeprokurores së Prokurisë Themelore të PE-s të shpalos rezultatet e vitit 2025, rezultate këto të cilat na kanë sfiduar jashtëzakonisht shumë dhe përkundër rezultateve të arritura jashtëzakonisht të larta, edhe jemi sfiduar gjatë punës tonë të përditshme. Ky vit ka qenë vit i sfidues, mirëpo me të arritura jashtëzakonisht të larta, pas parasysh sfidat që na kanë përcjell në punën tonë gjatë gjithë vitit kalendarik. Të nderuar qytetarë, çka ka qenë e rëndësishme për mua dhe sfidë kryesore ka qenë siguria e qytetarëve. Siguria e pasurisë së tyre, mirëqenia e tyre, në veçanti luftimi veprave penale kundër jetës dhe trupit që rrezikojnë jetën, pronën dhe mirëqenien dhe pasurinë e qytetarëve tanë, e veçanti qetësinë e njerëzve dhe qytetarëve tanë. Jemi të vetëdijshëm se për të luftuar këto vepra penale, duhet patjetër të kemi një polici aktive, hetim të shpejt, efektiv dhe gjykim i drejtë dhe i panshëm për gjithë autorët. Andaj, duke e ditur se regioni jonë ka qenë regioni më i ndjeshëm në aspektin e veprave penale të rënda, në veçanti të vrasjeve. Aty ku shtrihet juridiksioni jonë dhe kompetenca jonë lëndore dhe territoriale, kemi punuar në këtë drejtim dhe sot në praninë e juaj kam nderin, kënaqësinë dhe privilegjin të prezantoj që pas 26 viteve pas luftës, viti 2025 evidentohet si viti vetëm pa asnjë vrasje në rajonin e PE-s. Kjo ka ardhur si rezultat i mirë koordinimit dhe thellimit ndërinstitucional me Policinë e Kosovës, me mekanizma tjerë institucional e pa minimizuar asnjëherë bashkëpunimin e ngushtë dhe besimin e qytetarëve tanë. Për të prezantuar me saktësisht se si ka zhvilluar dhe si janë evidentuar vrasjet në regionin e PE-s, do ta prezantojmë grafikën e cila tregon se thuhet ka shpeshherë fjalët nuk zanë vend, një foto tregon më shumë se 1000 fjalë. Kjo prokuri, në bazë të kësaj grafike, tregon dhe pasqyron gjendjen para dhe gjatë 25 viteve. Të nderuar, 203 vrasje për 25 vite, me 227 viktima për 25 vite, është jashtëzakonisht shumë për një rajon siç jemi ne. E mos flasim sa e dhimbshme për familjarët të cilët i kanë përjetuar këto. Siç po shihet në grafikën tonë, me ngjyrën blu janë viktimat, me ngjyrën e kuqe janë vrasjet. Shumë qartë dhe shumë lehtë shifet nga vitin e vet, duke filluar nga 99-a, që shifet se kem pas më shumë viktima, duke pasuar në vitin 2000, e duke vazhduar në vitin 2006, dhe po ashtu 2008 dhe 2006 ka pasuar me viktima më shumë, e 2012 e cila ka qenë, domethënë, po ashtu një prej viteve që ka shënuar më shumë të viktima, deri tek viti 2024. Ashtu si shifet, viti 2025 është 0 vrasje dhe 0 viktima. Të nderuar qytetarë, kjo tregon që nga rajoni më i nxehtë, me më shumë të vrasje dhe rastet më të ndjeshme, rastet më komplekse, fal punës dhe angazhimit tonë të përbashkët, kemi arritur që vitin 2025 me plot të drejtë ta marrim epitetin si rajoni më i qetë dhe prokuroria e vetme në sistem prokurorial pa asnjë rast vrasjes. Si prokurori jemi sfiduar po ashtu edhe Policia e Kosovës me rastet e vrasjeve në tentativë. Vrasjet në tentativë të cilat përdrisa nuk kemi pasur humbje jete, konsideroj që është sukses i jashtëzakonshëm, e që në kohë rekord kanë arrit Policia e Kosovës në koordinim me prokurorin e shtetit që gjithë autorët të zihen në afat optimal dhe të vihen para drejtësisë. Të nderuar, për t'i parandaluar këto raste, kemi pasur takime të shumta ditore, periodike, gjatë gjithë kohës duke nxjerrë konkluzione mbi bazën e cilat duhet vepruar dhe operuar. Gjitha këto i kemi njoftuar opinionin me kohë dhe i kemi mirë koordinuar me gjithë mekanizmat tjerë ligjzbatues. Për lokalizimin e grupeve kriminale kanë kontribuar këto takime për sigurinë publike dhe për shëndetin dhe mirëqenien e qytetarëve. Kjo prokuri si objektiv tjetër kryesore ka pas korrupsionin dhe veprat penale nga ky kapitull.
dhe I kem kushtuar rëndësi jashtëzakonisht të madhe, për faktin se korrupsioni dobëson drejtësinë, rrit pandëshkueshmërinë, në veçanti kur ligji nuk zbatohet njëjtë për të gjithë, atëherë qytetarët humbin besimin, ndjehen të pasigurt dhe të diskriminuar. Dhe në këtë drejtim, gjithmonë është thënë dhe kam thënë, askush nuk është mbi ligjin, madje as ata të cilët janë përgjegjës për zbatimin e ligjit dhe sigurinë e qytetarëve, ata që bartin uniforma shtetërore dhe bartin autorizime publike. Mbi këtë fakt, gjatë gjithë kohës keni qenë të informuar si media, dhe kjo prokurori ka dëshmuar që ka ngritur akt akuza ndaj dhjetra zyrtarëve publik, madje janë hetuar dhe në arrestuar edhe zyrtar policor. Në raport me meritokrasinë, gjithmonë kërkohet edhe llogaridhënia. Dhe në këtë drejtim, secili zyrtar që bie ndesh me ligjin, është arrestuar dhe është vënë para drejtësisë, pa marrë parasysh se çfarë hierarkie dhe çfarë titulli komandues ka pas. Ky rezultat është arritur gjithnjë në raport me bashkëpunimin e mirëfillt që kemi pas me Policinë e Kosovës, me qytetarët e cilët nuk kanë hezituar të na tregojnë besimet, na shtrinë dorën e bashkëpunimit, pa me dyshje edhe Inspektorati Policor I Kosovës. Për të ndëshkuar ata që bien ndesh me ligjin, përveç dënimit, sigurisht konsiderojmë që si prokurori nuk ka përfunduar puna jonë. Në këtë drejtim, ne kemi punuar vazhdimsi me konfiskim dhe sekuestrim në gjitha fazat e procedurës. Dhe në këtë drejtim, përveç të lartësekurave, kemi arritur rezultat të jashtëzakonshëm. Si për herë të parë, si prokurore në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, kemi identifikuar të gjitha automjetet të cilat kanë qëndruar me vite, tek Agjencioni për Administrimin e Pasurisë e Kosovës konfiskuar dhe tek stacionet policore. Gjitha këto automjete të cilat kanë përfunduar me aktgjykim të formës së prerë, mirë po nuk është vendosur në raport me objektin e akuzës, është vepruar dhe në një kohë rekord kemi arritur që t'i konfiskojmë me vendim të formës së prerë mbi 66 automjete të cilat kanë vlera të ndryshme dhe vlera të larta që me shitjen dhe konfiskimin e përhershëm të tyre është arritur që këto të hyjnë në buxhetin e Republikës Kosovës, të cilat ndikojnë në zhvillimin e shoqërisë dhe vendit tonë. 48 automjete janë sekuestruar, të cilat pritën që pas përfundimit të çështjeve të përfundojmë edhe këto varësisht prej rrjedhës së çështjeve të trajtuara me konfiskim apo edhe me ndonjë procedurë tjetër. Ju njoftoj që përveç këtyre procedurave, Prokuria Themelore në PEI ka zbatuar dhe dispozitat ligjore të ligjit për kompetencat e zgjeruara të konfiskimit, kur kanë bërë hetim financiar për gjitha rastet aty ku ka vend, dhe kemi ngrirë, kufizuar patunshmëri mbi 5 prona të patunshme, po ashtu shtëpi mbi 3 shtëpi dhe llogari të ndryshme bankare mbi bazën e të cilave sot veprojmë dhe shohim se si do të rrjedhë çështja, domethënë deri në përfundim të hetimit. Ashtu sikur çdo prokurori dhe çdo shoqëri, edhe shoqëria jonë ka për temë dhe problem shoqëror dhe dhunën në familje. Në këtë drejtim, Prokuria Themelore e PEI ka kushtuar vëmendje të jashtëzakonshme duke trajtuar me prioritet të gjitha rastet dhe duke I përfunduar me një efikasitet jashtëzakonshëm. Se kjo prokurori ka pranuar lëndë 353 lëndë në kontekst të dhunës në familje dhe ka përfunduar 309 lëndë. Kjo tregon që rritja e numrit të lëndëve rezulton me ngritjen e vetdijes së qytetarëve që t'i raportojnë të gjitha rastet, besimin që kanë treguar në Policinë e Kosovës dhe në Prokurorin e Shtetit. Gjitha këto raste janë hetuar dhe janë provuar para gjykatës, ku kemi arrit në këtë fazë procedurës dënime, aktgjykime dënuese 155 që I bjen 70% të rasteve komplete. Si prokurori, për të ngritur vetdijen e qytetarëve dhe për mos të mbetet dhuna familjes që ftohet brenda 4 mureve, kemi arritur që të marrim takime të shumta me Policinë e Kosovës, duke avancuar hetimin dhe duke nxjerrë konkluzionet mbi bazën e cilave duhet vepruar. Dhe në këtë drejtim, takimet e tona të shumta që janë bërë publike, konkluzionet mbi bazën e cilave janë nxjerrë dhe vepruar, kanë rezultuar me ngritjen e rasteve të dhunës në familje.
janë mbajtur takime të shumta dhe punëtori, të cilat janë shënuar në ditën e 16 kundër dhunës në familje, duke trajtuar rastet e viktimave të mitur dhe rastet e viktimave të moshuar, si dy breza të cilët na sfidojnë shoqërinë tonë dhe që duhet punojmë në këtë drejtim. Për herë të parë, Prokuroria Themelore në Pej ka nxjerrë një broshurë mbi bazën e të cilës kemi njoftuar qytetarët drejt për drejti dhe gjitha institucionet ligjzbatuese, rolin, misionin e prokurorit të shtetit, detyrat dhe të drejtat dhe detyrimet të palëve, duke i ofruar të gjithëve komunikimet dhe të gjitha mënyrat e paraqitjeve të rasteve, qoftë përmes telefonit, qoftë përmes rrjeteve të cilat i kemi evidentuar në këtë broshura. Ma besoni që të gjitha këto kanë përafruar qytetarët e Republikës Kosovës për të na besuar dhe për të paraqitur të gjitha rastet. Kjo ka ndikuar që të sensibilizojmë gjithë qytetarët. Por, më e mira që ka ndodhur është të gjitha ligjëratat e cilat janë bajt në shkolla për sensibilizimin e të rinjve tanë, se çka është dhuna në familje, se çfarë është dëmi i posedimit të substancave narkotike, pasojat e shkaktimit të këtyre substancave narkotike dhe veprat penale të abuzimit seksual që mund të ndodhin nëpër hapësirat e shkollës dhe më gjerë. Të nderuar qytetarët e Republikës Kosovës, Prokuria Themelore e Pejës në vitin 2025 ka pranuar 3037 lëndë. 3037 lëndë, të cilat janë zgjidhur 3162 me 3890 persona. Dhe në raport me këta, efikasiteti jonë është 104.1%, që nënkupton se të gjithë prokurorët kanë punuar me stafin përcjellës me efikasitet dhe efektivitet të pashoq. Dhe këto meritja dedikoj të njëjtëve. 10% e numrit lëndëve është më shumë sa vitin e kaluar, por 10% më shumë lëndëve të kryera edhe se vitin e kaluar. Por çka më bën krenar, në raport me këta janë edhe aktgjykimet të cilat totali aktgjykimeve janë 1978, kemi arrit pothuajse rreth 90% me marrë aktgjykime dënuese, që nënkupton se gjitha këta akuzat janë bazuara, provuara dhe të faktuara me çraste dhe nxjerr aktgjykime dënuese dhe të gjithë autorët janë vënë para drejtësisë duke marrë dënimin e merituar.